Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozër jemi në kuadër të një serie që jep një përgjigje në një pyetje të madhe, çka na mungon. Kemi thënë se padyshim njeriu në këtë botë gjithmonë ka më i mungu diçka, për shkak se dunjaja është e tillë. Nuk ka mundësi asnjëherë në këtë dunjë gjitha punë të plotësohen, gjitha punë të kryhen. Diçka mungu ka me gjithmonë. Madje njeriu sa e plotson një gjë, mungon diçka tjetër. Sa e plotson tjetër, mungon ajo tjetër e kështu me radhë. Mirë po, ka disa çështje, ka disa gjëra në jetë që besimtari duhet në vazhdimsi me insistu, duhet në vazhdimsi me u angazhu, me përpjek që me i plotsu dhe me përfitu për ty në sot ka mundësi, mos me lënë boshllëk njëtën e ti në ato aspekte. E nga ato aspekte të rëndësishme të jetës që duhet besimtari me i plotsu në vazhdimsi edhe me punu që sa ma pak me mungu prej saj është edhe edukata që kemi folë për te, dhe kjo edukat shtrihet në fushat të ndryshme dhe është në kahje të ndryshme, ende kemi thonë edukata me Allahun, edukata me Muhammedin alayhi salatu wassalam, e kështu me radhë nga ato llojet e edukatës që kemi folë për to. Do të vazhdoj sot me lenin Allahu xhallahu ala që të flas për një aspekt të rëndësishëm të jetës tonë, e që nuk është në nivelin e kënaqshëm në shoqërinë tonë. Jo rrallëre mungon, jo rrallëre është i mangët, i pa plotësuar sa duhet. Dhe kur ky aspekt të ndrua Vëllezër nuk është i plotësuar sa duhet, kur ky aspekt mungon në shumë anë të shoqërisë, padyshim se jeta bëhet e vështirë. Padyshim se komplikohen shumë gjëra. Prandaj për të lehtësuar vetes tonë dhe për të pasur një jetë pak më komode, më të rehatshme, më të mirë, më të qetë, duhet që edhe për këtë aspekt të interesohemi dhe secili nga këndi i tij të tenton ta plotëson si duhet. Për çka bëhet fjalë? Fjala është për përgjegjësinë. Domethënë, secili njeri në këtë botë të ndërozën ka përgjegjësi të caktuara, është i ngarkuar me diçka, ka disa detyra të caktuara. Andaj sa jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm karshi përgjegjësive që i kemi, sa i njohim ato përgjegjësi dhe sa kemi realisht sa kemi të gjallë, sa kemi aktive ndjenjen e kësaj përgjegjësie për detyrat që kemi. Domthonë njeriu me ndi vetën e tij se unë kam borxh, unë kam detyrë, unë kam marrë përsipër një obligim, andaj këtë duhet me kry si është mas miri. Që kjo ndjenjë vret që shpesh herë mungon. Edhe kënë fushat shumëta. Presia për me avu punën që është duhet, presia për me rujt fjallën, presia për me majt fjallën, donë presia e fushave të ndryshme të jetës. Pa e kudo që të shikujmë në jetën tonë, në shoqërinë tonë, do gjejmë se përgjegjësia realisht nuk është në funksion sa duhet, nuk është e zbatuar sa duhet, mungon. Edhe në aspekt individual, edhe familjar, edhe shoqëror, edhe institucional, e qeveritar, e kështu me radhë. Allahu xhallahu ala të ndërua Vëllezër në Kur'an, kur flet për përgjegjësinë, domthonë për disa obligime që janë ngarkuar njeriu në mbi supet e tij dhe duhet këtë obligime që unë vend, duhet këto detyrime me i zbatu. Allahu përmend se kjo përgjegjësi është ajo që e dallon njeriu nga krijesat e tjera. Për shembull, a kanë kodrat përgjegjësi nëse prej majës së malit bie një shkëmb i madh edhe i mi do njerëz poshtë.
E merr dikush kodën përgjithësi pse ora shkombi për te? Se merr. S'ki çka i bën. As ki mundësi me komuniku me te. Edhe pse shkëmbi është rrokullis nga maja e kodrës, ka myt njerëz poshtë, megjithatë s'ka përgjithësi. Nga se kodra dhe bjeshka nuk janë objekti i marrjes në përgjithësi. Nuk janë. Kafshët a mirën në përgjithësi? Jo. Mund të bën çfarë do lloj dëmi ndonjë kafsh, nuk mundesh për shembull apo me marrë dhe me qitë gjëgje me denu. Nuk mundesh për shembull i thon pse se ke bëhet detyrën që duhet. Nuk mundesh. S'është në nivel të këtij komunikimi. Andaj njeriu është ai që ka vetëm këtë aspekt të instaluar në mendjen dhe në natyrshmërinë e tij. Andaj edhe mirën llogari njeri. Nga ky aspekt është një lloj detyre, por është e privilegj. Do në Allahu xhallahu kur flasë e ka dalluar njeriu, flasë nga arsyet e këtij dallimi është fakti se ai ka përgjegjësi, ka detyra. Allahu xhallahu ala thot inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ne ja dham mundësin bjeshk qeve, tokës, bjeshkve që të marrin përgjegjësi, refuzuan. Allahu xhallahu ala në fillim ai ka mundësi me komuniku me krijesat e tij, nga se ai ka krijuar, a e din se e bën këtë prezantim, na nuk mundemi. Ama Allahu thot që mundësinë e kanë pas me marrë përgjegjësi, s'kan mujt. S'kan mujt me marrë këtë përgjegjësi. Fa hamalaha al-insan, këtë përgjegjësi e ka marrë njeriu. Emanetin e Zotit e ka marrë njeriu, që ta bardh besimin si duhet, ta adhuron Allahun si duhet, ta ndërton tokën si duhet, të garanton liri e drejtësi në tokë si duhet, të ruan pasurinë në derën e tjetrit si duhet. Këtë emanet e ka marrë njëri mbi supët e tij. Mirë po, a ka qenë këtë emanet njëri në vend që duhet? E shohim që njeriu ka lënë shumë mangësi, zbrasti në zbatimin e këtij emaneti. Prandaj gjithmonë njëri ka nevojë që të rikujtohet për përgjegjësinë që i ka, nga sa i lën mungu. Ai lën mungu. Përgjegjësia të ndërruar tash është e shtrirë të krejt njerëzit. Kur flasim për përgjegjësi nuk duhet më thonë që po valla ata nalte, ata poshtë, ata djathtë, ata majt, jo, ti i ki përgjegjësitë tua. Ti a i ke kryu detyrat e tua. Ai tjetër kështu me radhë. Allahu xhallahu ala në Kur'an te ky ajet për përgjegjësinë kur flet i përmend edhe dy probleme të cilat pengojnë në zbatimin e përgjegjësisë si duhet. Allahu përmend njëri ka marrë përgjegjësi dhe duhet me qenë në vend këtë përgjegjësi, këtë emanet që e ka marrë mbi supët e tij. Mirë po, ka probleme, ka pengesa. Çai pengon njeriu? Çka është ai faktor që e zbe këtë ndjenjë të kësaj përgjegjësie, e zbe vullnetin e njeriu që me çun vend përgjegjësinë, detyrën që ka marrë? Cila është? Allahu tha innahu kana zaluman jahula. Njeriu përkundër që e mori emanetin, i mori përgjegjësitë, i mori detyrat, ai ishte i padrejt edhe ignorant. Në këto dyja janë të ndëruar Allazër zakonisht janë nga faktorët kryesor që realisht e bën që përgjegjësia mos jetësohet. E bën një të papërgjegjshëm, të papërfillshëm për detyrat që i ka. E para, padrejtësia. Zullumi. E ka marrë detyrën, është ullë vend caktuar, shumë njerëz varën nga detyra e tij, edhe ai s'vjen punë. Pse presin njerëzit? Pse jesi pa kry punë, gale se ka. Këto i çka i thojnë? Për se zullum, i ke bën njerëz pa drejtësi. Ti paguash për këtë detyrë që njerëzëm ju shërby, ti paguash për këtë detyrë që njerëzëm ju kry punë, jo njerëz me lën keq. Prandaj zullum
Zullum edhe punëmarrësi që merr punë me kry, apo nuk i del fjalë njerëzve, ja vonon, ti ke llogarit me qenë dyqan me këtë kohë, ke bo mall, s'ta kanë kry punën, tu ka vanu 1 muj, 2 muj pa e qelë, pa hi në shpe, ke pagu qira, a zullum kjo? Zullum është, padrejsi. Pse ka ndodhur kjo padrejsi? Për shkak se ai që ka pas për mi vetë detyrën me kry, se ka kry, për që ta. Që Allah na lidh mes përgjegjësisë edhe zullumit dhe padrejsisë. E merr me kry punën, e kry shka le shka. Si të merr pagën, e tutje. Mas 1 muje dalin me njëre në shesh, apo shkarravinet e punës tij apo shpërfilljet, diçka shpërthan, diçka del, diçka prishet. A zullum kjo? Zullum është. Njëri ka pagu, njëri ka besu, njëri ta ka bën detyrën. Zullum. Zullum është edhe të ndërrollë zër. Kur njëri sill me pa përgjegjësi karshi, dihet se së punëtorit, e s'ja paguën me kohë që duhet. E s'ja paguën sa duhet. Përgjegjësia jote është mjallon njerit hakun që ka, mjallon njerit mundin, është përgjegjësia jotja. Prandaj, nëse nuk e lanë që duhet hakun, nëse se paguën që duhet, ke bo zullum. Pra shikoni, zakonisht përgjegjësia ndërlidhet me drejtësinë. Ku ka përgjegjësi, ka drejtësi, se gjitha senet janë vend vetë. Janë vend vetë, vendosura. Ky është në punë të vetë, ky është në detyrë të vetë, ky është në zanat vetë, gjithë kush i kryen punë që duhet, ka drejtësi. Momentin kur s'ka përgjegjësi që duhet, ka edhe padrejtësi. Ka padrejtësi. Ka zullum. E në shoqëri që ka zullum, tani ka dhe urrejtje, tani ka dhe konflikte, tani ka dhe probleme. Prandaj këto na bojnë që mos mundi rahat të vëzëm. Mos mundi rahat. Në çdo kush që e ka marrë detyrë të kryen që duhet. Pastaj Allahu tha dhalumen jahula. Dhe një nga arsyet e mos përfilljes së përgjegjësisë është edhe ignoranca. Nuk i njeh përgjegjësit, si një detyrat. Për shembull, të ndërlozur nëse 100 bëhet bashk, burrë e gru bashkohen, djalë e vajzë martohen, edhe nuk i din detyra që i ka, nuk din burri çka obligim ka ndaj grus, nuk i din gruaja obligime ndaj burrit. A ka mundësi me e kry përgjegjësinë që duhet? Nuk ka mundësi, jo që s'dan, po s'din. Nuk din çka i bën me kon krye familjar, nuk din çka i bën me kon burr i dikujt ose grua e dikujt, nuk i din obligimet. Andaj Allah xhallahu në Kur'an flet për të obligime. Pejgamberi na ka mësuar obligimet e burrit ndaj gruas janë këtu 1 2 3 4 5. Sikur se kemi folur për edukatën bashkëtorë në takimin e kaluar. Me ditë obligimet. Me ditë obligimet prindi ka si fëmijët vet, se nuk është obligim veç me i ambush barkun, bukë edhe me vesh, edhe në shon rrugë. S'është kjo, ka përgjegjësi për te kësaj. Edukimi i fëmijët është përgjegjësi e prindit. Ama nëse nuk din me eduku, çu shko me eduku? Nëse nuk e din këtë përgjegjësi, dhe ignoranca është ndikim për mos përfillet të përgjegjësive. Njëri duhet më mësu, pra që i përket për përgjegjësi që i takojnë. Dhe mos me i në detyrë pa e njoft detyrën. Mos me marr obligime pa e njoft obligimet. Shikoni Allahu xhallahu ala të ndrozur. Mas pari na ka mësu, pastaj ka kërkuar nga ne me i zbatu obligimet. Mas pari na ka mësu. Mas pari ar pejgamberi alayhi salam. Kanë zbrit ajetet, ka ar Kurani. Në Kur'an edhe na ka mësu, kështu është besimi, kështu duhet me besu. E keni obligim namazin, e keni obligim agjerimin, e ndaluar është kjo vepër, na ka mësu. Pastaj ka kërkuar nga ne që ne me përgjegjësi të qasemi këtyre udhëzimeve, edhe të largohemi nga punët e këqija, të zbatojmë punët e mira. Na ka mësu. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije, pas pari dije se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut. Shiko shahadeti, fjala më e madhe, la ilaha illa Allah, i ka paraprik kësaj fjale kush? Dije, du të me ditë, çka e të thonë? Andaj, edhe këtë qasje të papërgjithshme,
të shumë muslimanëve karshi obligimeve fetare, kthehet kjo qasje pa përgjithshme kthehet edhe tek ignoranca. Nuk din. Ai që e lën namazin të ndërgozon e nuk falet. Me ditë çka bën kur se lën. Me ditë tamam ç'a bën. Ai që për shembull bën punë këqija, pin alkool ose drogë ose shet, me ditë krimin që e bën, e dënimin tek Allahu që ka më e marr kur se bën. Po ja ka mbulu mendin e tij kujta, epshi, lakmia. Andaj ganjert të ndërozë ignoranca nuk ka veç mos me pas dije, po ignorancë fetarisht është edhe mos me punu me dije. Nga se në momentin kur dija s'kryen punë, s'është aktive, është sikur se mos me kon hiç. Domthonë, si ai që s'din, si ai që din e s'punon, realisht do të ignorant. Edhe pse në përgjithësi barra më e rëndi bjen të dytit, nga se e ka ditë e s'ka vepruar. I pari apet është më i arsyetuar, por dua të them që duhet me ditë. Për çdo punë para se më të duhet me ditë. Para se me u martu, duhet me ditë çka është e pashotore, obligimet e burrit, obligimet e gruas. Para se me ardh fëmiu në jetën e kësaj bote, me lezu çka prindi, obligimet e prindit, çka detyrohesh ka shik të fëmijë, përgjegjësitë tua ka shik të fëmijë që po vjen. Obligime. Me ditë përgjegjësi që kemi ka shik edhe kujshive, ka shik vendit, ka shik popullet, ka çdo kush me ditë. Çfarë obligime ke? Edhe mos i të përgjegjësi. Për shkak të ndrozur mos përfillja e përgjegjësive është nga mëkate mëdha pastaj. Varësisht çka lën keq, po përgjithsisht njeriu ka më marrë llogari. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndrozur e ka përmend se na ka nderuar, na ka privilegjuar, na ka begatuar me mendje, me arsye, me natyrshmëri të pastër, na i ka nështruar Allahu xhallahu ala gjitha këto begati që të shfrytëzojmë dhe na ka ngarkuar me përgjegjësi që ne ta dëshmojmë prezencën e mendjes edhe logjikës në jetën tonë, se i kuptojmë fjalët, i kuptojmë obligimet, i kuptojmë detyrimet. Po nëse sillemi pa përgjegjëshëm, ka nesër llogaridhënie. Çdo kush që më dal për Allah më dhon llogari. E sikur ta kishim pas këtë ndjenjë të fuqishme në shpirtin ton, padyshim se do të ishim shumë më të zellshëm në kryen e përsive tona. Gjithkush nga aspekti i tij, gjithkush nga kompetenca dhe nga niveli i tij, gjithkush. Sa më tepër e fuqizojmë këtë ndjenjë të përgjegjësisë për Allah të mënduar, aq më të përgjegjshëm jemi të ndrozur edhe karshit të tjera pastaj. Besimin e bën të përgjithshëm, na bën vëmendshëm, kimë dhon llogari, komë vetë Allahu azza wa jall. Prandaj të ndrozur besimtari i cili kështu e kupton këtë çështje nuk vrapon me marr përgjegjësi, veç të marr. Jo, ka dal matët, a muj, a di, e lut Allahun o Allah në imam. Me marr përgjegjësinë e detyrës së saktuar, në pozitë, në autoritet, pse ka përfitime, dhe pse fiton diçka, pa menun pasoja, kjo s'është e mëshme. Po unë për marrë këtë detyrë, po unë për marrë këtë pozitë, po a moja dho hakun, po çka i thëmë Allahut për këtë, mos për i dikujt në hak për këtë punë, që shtë me menu shumë për neve, si këshëm pas punë çfarë janë që tash. Po e shumë si, ma me përgjësi, në raport me kejtë që ka kemi atë. Andaj, kër është bë udhëheci muslimanëve Omar ibn Abdulaziz, një nga udhëhecët e drejtë, është bë udhëhec që kanë besu detyrën, se ka lyp, e kanë thirë, hajde se po të lyp veni. Edhe ka marrë detyrën, se e ka lyp veni. Edhe njerëzit e kanë dhonë, pa e kërkuaj, pa bëhu gjëma i masaj. E një ditë ka i gruja vetë në sobë, në të veni ku ka nejt, e ka gjithë mërzit shumë, e të ngarkuar, e i ka thonë, qka kjo njëri? Të ka ndërru Zoti e bo, qëre, o dhe si muslimanëve, tënë këtë pushtet e ki, tënë këtë mundësi i ki, këtë i ka dhënë Zoti, apo? Qka është kjo mërzi? Ka thonë, letë është fjala, po bara është eronë. Qka i thëmë Allahot Azogjel, për ndonjë të smut që si kum gjithë? Qka i thëmë Allahot Azogjel, për një të varfër që si kum gjithë? Detyre e me o konë, mu interesu për poplin që ka të smut mes në tyne, apo
a ka kush i kqyra, ka kush i shnosha, ka kush i rigatja, apo, po për fukarat, kush kujdeset, kush e ka gale këtë punë, përësie, kujna është këtë punë, a ka kush e me hongër, a ka kush e me boa, që po ndodhë këtë puna, apo, a jenë shkollë që po ndodhë, apo shkojnë shkolla, apo mësojna, apo mësojna, apo rejena, apo rejena, apo rina, dikush e ka këtë detyrë minet gati kësaj pune të ndërlëzër, dikush merë para për këtë punë. Andaj, përjesia është punë e madhe. Me ndin shpirt se ku marë barë detyre dhe me nëzitu, me vrapu, me mund, maksimal, me qu, në vend që është duhet, është punë e madhe, është punë e madhe. Edhe këtu me dalë është përjesi me folë, nuk o letë, apo, me dalë me kaldu njerëzve diçka që a ju vënë dëbi, është përjesi, se veç mule me kaldu, me jamush njerëzve, kohën këtu pa nevoj, edhe kja është e papërgjithshme. Në çdo kush në pozitë e tij që është duhet me usil me përgjithësi, me koni i dobishëm, i frytshëm, edhe me i përmbush detyrat dhe kompetencat ashtu që i ka marrë. Nga se të ndërozër bigjetat e ke fundit, ka mundësi e kryen mandatin, e kryen detyrën, shkon të shtëpia, kur shtype se thirr mua se merr përsi u krye punë, kryet, po çka i thosh Allahut azza xal? Çka i thosh Allahut? E ke pas detyrën, ke pas, ke qenë këtu, ke bë. Çka i thosh Allahut azza xal? E dikush pse se bën men hiç kom dal për Allahut, është problemi tina, ama kom dal vallahi apo. Kush do kuft? Plot nuk e bujnë men që dal për Allahut. Ai veç më shumë me pështu mos më dal para gjykatës çka ka bësh. Çasoj më pështu apo. Po çka i thosh gjykatës suprem ditën e gjykimit? Çka i thosh Allahut azza xal nesër kur të vet e ke pas këtë, e ke marr këtë, e ke pas këtë. Çka ke bën me këtë punë? Andaj të ndërozë duhet me ngrit vetdijen karshi përgjegjësisë. Duhet me ngrit, domethënë ndjenjen se kemi detyra, edhe këto detyra me i kry me drejtësi dhe me dituri. Murujt nga zullumi, nga padrejtësia dhe murujt nga ignoranca. Për keq ka ki detyra, ki përgjegjësi me ditë se çu të musil, e çu të më vru, e më ragu, e kështu me radhë. Andaj Allah në manduar që Allahu xhallahu ala na bën më të përgjithshëm karshi detyra dhe obligimeve që i kemi. Dhe Allahu xhallahu ta mundson që të na udhëheqin njerëz me përgjegjësi të plot karshi detyrave që i kanë marrë. Jo mos me pa përgjegjësi, pavarësisht çka bëhet me popull, me vend, me rëndësi që i natet mos me lëviz, edhe mos me lëviz me ndjemallësi, se të tjerat pastaj le të bëhen me kështu me radhë, po me na udhëheq ata që kanë frikë Zotin e me përgjegjësi të plot i kryjn detyrat dhe obligimet që i kanë çdo nivel, nga i qeveritare deri te i familjar, të gjithë mundësi me përgjegjësi në raport me që na ka ngarkuar Allahu, e në raport me që nesër kena me dhënë përgjegjësi për Allah të manduar për çdo detyrë që kena marrë mbi supet tona. E për gabimet, elshimet eventuale me njerëz, Allahu na falt, na përmirësoft, edhe ti të gatshëm që të kërkojmë halal gjithmonë, pe tjerë që ndoshta në mungesë të sjelljes së përgjithshme ka mujt dikush me psu pe njerëzve, por ajo që është e paqëllimt, shpresoj tek Allahu të jetë e falur dhe e kaluar. Me kaq për këtë pjesë, Allah është përbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.